Selamu alaikum, dashur miq, ky është takimi ynë i radhës, është emisioni Dritarja e Agjëruesit që po na takon si çdo natë dhe sonte. Ky takimi drejt për drejt, derisa do t'ju mirpresim juve që të na telefononi për t'ju drejtuar të ftuarit ton me pyetje që keni lidhur me Ramazanin apo për çështje të tjera fetare. Me ne në studio sonte është Hoxha Ekrem Avdiu. Mirë se vjen Hoxh. Mirë se takojmë goja. Hoxh, do doja për fillim, para se të inkuadrojmë telefonatët, pak të flasim për Kuranin, për leximin e Kuranit më konkretisht, që është më i shprehur gjatë Ramazanit. Pse lidhet aq ngushtë Kurani me Ramazanin? Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Si të mos lidhet bujar duke qenë se Ramazani është jubileu i zbritjes së Kuranit. Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran, muaji Ramazan pra, është muaji në cilin ka zbritur Kurani dhe ky është ajeti i vetëm që e përmend Ramazanin me emën dhe pikërisht këtu lidhet Ramazani me Kuranin, që i bie nuk ka diçka më jubilare edhe më ngacmuese njëkohësisht për neve që të rishikojmë lidhjen tonë me fjalën e Allahut fuqiplot se sa këto ditë të bekuara, të cilat janë të numëruara, po janë shumë të begata dhe janë shumë të favorshme që ne t'i rishikojmë të gjitha lidhjet tona. Në radhë parë lidhjen tonë me Allahun fuqiplot, pastaj lidhjen tonë me fjalën e tij, pastaj lidhjen tonë me dërguarin respektivisht me praktikën apo sunetin e tij, dhe lidhjet tona pastaj në rrafshin horizontal me njerëzit edhe me rrethin me të cilët jetojmë. Njerëzit realisht janë të prirur që historitë t'i ndajnë me ngjarje të mëdha, me ngjarje të rëndësishme, edhe historia jonë islame sigurisht që zbritjen e Kuranit e ka ngjarje të rëndësishme shumë, madje nuk e kam të domosdoshme të shpreh habin edhe çudin pse nuk është kalendari hijretit prej ditës së parë të shpalljes, po është prej hijretit, funit njerëz më të dijshëm edhe më të mëshëm se kanë bërë atë përzgjedhje që prej kohësh. Mirë, po me këtë veç dua të them se si ngjarje nuk është e parëndësishme zbritja e Kuranit. Pastaj si besimtar që jetojmë këtë kohë, pra në shekullin e 15 të Islamit, do duhet që të mendonim në vazhdimsi për ndikimin që pat shpallja e Kuranit në ndrimin e rrjedhës së historisë njerëzore. Ndikimin që pat të njeriu si individ dhe të njeriu si komunitet, si bashkësi. Derisa hulumtojmë këto gjana, derisa përpiqemi të i njohim më përse afërmi, mbas edhe do duhet të frymëzohemi dhe të inspirohemi ne ku jemi në këtë rrjedhë, edhe në këtë ndryshim të rrjedhës njerëzore. Në fakt, kur po thoni ngjarjet e veçanta, në këtë rast e kemi Ramazanin aty ku ka ndodhur kjo ngjarje, pra fillimi i shpalljes, po njëkohësisht edhe dalja e profetit të fundit. Sakt. Një ngjarje tjetër. Ramazani është një muaj. Po, është i veçantë për shkak të atyre begative që Allahu ja ka dhënë. Megjithatë ngjarjet që ndodhen në Ramazan e bojnë historinë. Edhe kur themi zbritja e Kuranit, i kemi dy detaje këtu që lidhen me Ramazanin. Detaji i parë është zbritja e Kuranit prej pllakës së ruajtur, prej Lauhul Mahfudhit, prej aty ku janë të gjitha të dhanat në kuptimin më të saktë të kësaj fjale, në qiellin e kësaj bote, në atë që quhet edhe njihet si Beitul Izza. Edhe aty Kurani ka zbrit si tansi gjithsesi në Ramazan. Madje në Ramazan kanë zbritur edhe të gjithë librat që janë shpallë para Kuranit bojar. Domethënë edhe Teurati, edhe Zeburi, edhe Injili, edhe Suhufet e Ibrahimit e kështu me radhë. Pastaj e kemi ngjarjen e fillimit të zbritjes së Kuranit, që i bie njëkohësisht, domethënë janë dy në një, dy ngjarje në një, zbritja, shpallja e parë, ajetet e para të surës Alaq që i erdhën pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që edhe kjo pastaj e ka
e ka një dëshmi shtesë, dhe zbritja e këtyre ajeteve, apo shpallja e këtyre ajeteve, është njëkohësisht edhe shpallje e pejgamberllokut të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Pra të dyja këto, kur flasim për to, duhet të flasim në mënyrë të pandarës, se nuk janë dy ngjarje, po është një ngjarje e cila i ka dy komponenta interesante shumë. Për neve si ummet, duke qenë se Kurani është libër në cilin Allah i madhruar thotë fihi dhikrukum, aty e keni famën, aty e keni prosperitetin, aty e keni mirësin, atëherë do të duhet ta përjetonim si të tillë, por nuk përjetohet edhe nuk arrihet një gjë e tillë me pretendime. Madje nuk arrihet një gjë e tillë as edhe me manifestime shterpe. Kjo don esencë, kjo don diçka përmbajtësore, kjo don që ne të përpiqemi që Kur'anin ta gryejmë në mendsinë tonë, edhe ta bëjmë pjesë të identitetit tonë, edhe ta bëjmë faktor të formimit tonë. Nëse arrim ta bëjmë kështu, atëherë s'ka dyshim se në suazat të njerëzorës ne do të arrim një pa tendencë, një superioritet, për arsye se njeriu i cili lidhet me Kur'anin edhe udhëzohet me te, bëhet i pagabueshëm, jo i pagabueshëm në praktik, po i pagabueshëm në parim, për arsye se pagabueshmëria njerëzore çka nënkupton? Nuk nënkupton për kryerje. Mirë, po nënkupton që njeriu i formsuar me Kur'an, ai edhe kur gabon e lyp rrugën e kthimit, edhe kur përmes Kur'anit. Sakt. Dhe dashur miq, linja është e hapur për ju, ndërkohë doja edhe pak kohë të ndalemi tek kjo rëndësi që sjell Kur'ani për besimtarët, pra është shpallja, është gjithçka e përmbledhur, është përkryerje apo përfundimi i shpalljes pra përmendet në Kur'an, dhe Islami është pra feja e vetme e pranuar tek Zoti që pikërisht përmendet në Kur'an. Dhe kur besimtari lexon, i bie që po lexon diçka madhështore gjatë Ramazanit. Sa duhet përjetuar në këtë formë Kur'anin kur e kemi pranë vetes dhe po fillojmë të lexojmë fjalët e Zotit? Fillimisht duhet thënë se Kur'anin, nëse thjesht e kemi brengën kryesore, ta lexojmë, mbase nuk ja kemi dhënë hakun. Për arsye se leximi në rastin e Kur'anit është mjet, nuk është synim. Leximi, për atë arsye Zoti i Madhërisëm e ka bërë të mrekullueshëm Kur'anin për faktin se sado që e lexon nuk ngopesh me te. Në një farë mënyrë nuk bëhet bajat. Edhe sado që thellohesh në thellësitë e tij, thjesht do bëhet më interesante edhe më i këndshëm edhe më tërheqës. Për këtë arsye njerëzit, varësisht prej nivelit të tyne, aq e kanë edhe lidhjen, aq e kanë edhe dashurinë, aq e kanë edhe respektin për Kur'anin. Dietarët janë ata të cilët në mënyrën më të mirë edhe më të bollshme e lexojnë, e hlumtojnë Kur'anin, edhe kur i dëgjon ata duke trajtuar ndonjë ndonjë ajet Kur'anit, ose ndonjë fjalë të Kur'anit, ose ndonjë dispozit Kur'anit, mahnitesh thua, edhe unë jam duke e lexuar këtë ajet, po si nuk e pas kam kuptuar ç'e kuptojnë këta njerëz. Kjo tregon se Kur'ani e ka edhe sipërfaqen, po e ka edhe thellësinë. Nuk dallojnë gjithsesi, por mos më mendu dikush që kuptimi sipërfaqësor i Kur'anit është ndryshe, e ai i thellësive është ndryshe. Jo, është i njëjti, megjithatë ai thellësive dallon për nga cilësia edhe për nga ajo çka njeriu. Pikërisht këtu desha të dalim pak, sepse në Ramazan, kur vjen Ramazani, vjen edhe ideja e garës në leximin e Kuranit. Sa është e rëndësishme që të ndalemi tek cilësia pak më shumë. Pra, të shtojmë e të lexuarit, e të kuptuarit Kuranit, krahas sasisë, që është gjithmonë e mirëseardhën. Ujar të edhin se ne gjithë një themi se Ramazani është një fushat stërvitore. Edhe agjerimi realisht duhet të luaj këtë rol në jetën tonë. Nëpërmjet agjerimit ne kalitemi për të përballë me sfidat e jetës, pastaj fuqizohemi në aspektin e vetë përmbajtjes edhe të i kalimit të egos, dhe njëkohësisht i zbulojmë disa potenciale
të cilat i posedojmë nga njerë dhe nuk jemi të vëmendshëm edhe të vetëdijshëm se i kemi. Tash nëse agjërimi edhe dita e Ramazanit është kjo, e këtil do tjetë edhe qasja jo ndaj Kur'anit. Nëse Kur'anin e kemi thjesht veç një shoqërues për me e kalu kohën, nga se me keqardhje do të me e thonë, po me gjithate është realitet, i shohim njerëzit që rrinë për shembull pas namazit në xhami, lexojnë Kur'an, është gjë e mirë kjo, gjithsesi. Mirë, po prap po them, nuk është ai stacioni i fundit, ai është stacion, por nuk është destinacion. Leximi që Allah i madhruar e ka zbrit fjalën e parë për të urdhëruar atë. Iqra, lexo. Nuk është fjala e fundit, nuk është synimi i fundit. Pra leximi është hapje e dyrëve, edhe hapje e horizonteve të reja në të cilat besimtari do të udhtojë. Drejt kuptimeve, drejt ndryshimeve në brendësi. Bravo, deri ta kuptoj edhe ta përjetoj fjalën e Allahut, edhe ky është stacion, nuk është destinacion. Destinacioni është që ne t'i hapim rrugë Kur'anit që ta shkaktoj ndryshimin në neve. Këtë refleksione. Të ndikoj në mendësinë tonë, të ndikoj në mënyrën e sjelljes, të folurit, dukjes në rregullimin e relacioneve tona, të bëhet Kur'ani ai i cili na nxit jo vetëm për të mirë, po na nxit për më të mirën. Kemi disa ajete në Kur'an që nuk flasin për mirë e keq, po flasin për më mirë. Për shembull, një prej tyre thotë الذين يتبعون القول فيتبعون أحسنه الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. Çka do të thotë? Thotë ata të cilët i dëgjojnë fjalët e Allahut, po prej tyre zgjedhin më të mirën për ta pasuar. Tash njeriu këtu kur e sheh këtë ajet sipërfaqësisht, mund të arrijë një keq kuptim i cili nuk do duhet ndodhte. Mbasi dikush mund të mendoj si ka mundësi ti dëgjoj fjalët e Allahut e ti pasoj më të mirat, pse a ka fjalët e Allahut që nuk janë më të mirat? Jo. Të gjitha fjalët e Allahut fuqiplot janë më të mirat. Fjalët e Allahut të madhruar janë të përsosura edhe në kuptimin e legjislacionit, edhe në kuptimin e asaj çka lajmërojnë dhe paralajmërojnë. Mirë, po më të mirën është kur Kur'ani ofron më tepër se një mundësi, më tepër se një alternativë si zgjidhje të pranuara për probleme të caktuara. Kjo është mirë, kjo është pak më mirë, kjo është pak më mirë, ndërsa kjo është më e mira, atëherë besimtarët e vëmendshëm zgjedhin më të mirën. Paramendo nuk di të ketë në jetën e kësaj bote diçka që na udhëzon për të zgjedhur të mirën me një synim superlativ. Sikurse e bën një gjë të tillë Kur'ani famall. Andaj po arritëm që Kur'anin ta bëjmë pjesë të identitetit tonë, edhe ta bëjmë pjesë të frymës sonë, edhe të gjakut tonë, sigurisht që ai do të ketë një ndikim të mrekullueshëm jetë. Pra, leximin ta kthejmë në reflektim. Sakt. Dhe do të vazhdojmë tani me telefonuesit. Mirëpresim telefonatën e parë. Alo? Selam aleikum. Aleikum selam. Deshta të bëj një pyetje hoxhës. Po, cila është pyetja juaj? Kështu, unë kur e fali sabahin, bas gjys orës, do të më çu eventualisht një orë më çu me shku në punë. Po. Kështu që deshta ta pyes hoxhën, a mund të më çata abdes, me pak me çap mese, tani me ka një gatë me gjumë, me ta ka abdes në punë më falë drejtën që vjen, me pas qatë abdes për mese, kam të më thonë. Po, e qartë. Se kemi ujnë shumë të stafë për ato shkako. E kuptuan, faleminderit shumë. Faleminderit. Mirëpresim telefonatën e radhës, alo? Selam aleikum. Aleikum selam. Po kam problem gjatë agjërimit që po jam në nushëm, tani po e kam një si grip, e po mbjen ballgami për tani për çës jashtë, po më thot dikush nuk të ngjet agjërimi. A kam gjuna që për çës jashtë? Për shtymën, apo? Po, për shtyma që po mbjen... E qartë. Faleminderit shumë. Selam aleikum. Aleikum selam. Vazhdojmë mirëpresim telefonuesin e radhës. Alo? Alo, noni? Po jo po dëgjoj, po mirë, jo po dëgjoj, nuk po dëgjoj. Jo, po mirë edhe na po dëgjojmë, orna? Ne, a ola dhe? Jo. Ti dhe ka takurin në Ramazanit. Faleminderit. Keni pyetje për hoxhën? Jo, 500% dhe të një avëru Ramazanin. Shumë faleminderit. Urime edhe juve, kalofshi sa më bukur gjatë këtij muaji.
Faleminderit shumë, ju uroj edhe juve sukses edhe me ligjërata. Alhamdulillah. Na vjen mirë, kalofshi mirë. Do t'i inkuadrojmë telefonatën e radhës. Alo? Assalamu alaikum. Aleikum salam. Deshta një pyetje për hoxhën. Po, A mundet kjo teravia mu fal edhe në shtëpi nëse nuk mundim me shku në xhami nëse jemi larg, a mundim me fal edhe në shtëpi teravin? e kuptuam pyetjen, faleminderit. Assalamu alaikum, urime Ramazani. Selam, urim edhe juve. Atëherë hoxh thot përdorimi i mesteve, pra që i fillon me sabah gjatë ditës në punë. Pa kompliku në detaje, duhet ta kuptojmë punën e meshit mbi meste në mënyrën e thjeshtë, ashtu që ka ofruar Islami si zgjidhje. Meshi e zaventson lamjen e këmbëve në abdestet vijues, me kusht që në abdestin e parë, kur do që jetë që është ai, të mbathën çorapet e trasha ose mestet me atë abdest që i kela këmbët. Pastaj të mbulojnë zogën e kamës, edhe meshit të mos ketë kohë zgjatje më tepër se 24 orë për atë që është në vend, ose 72 orë për udhëtarin. Nëse e zbërthejmë praktik, kjo i bie, zgjohesh në syfyr ose në namazin e sabahut, e merr abdestin në shtëpi duke i la kamët e kështu me radhë, i mbath çorapet e trasha ose mestet, edhe tani më mundesh gjithë ditën me i dhon mes, kur të marrësh abdest, me i dhon mes atyre, në vend të larjes së kamëve. Në këtë rast, zonja e përmendi që në punë e kemi ujën shumë të ftaftë edhe ka më tepër vështirësi. Realisht meshi edhe për këtë arsye është bë i lehtëshëm për lehtësim. Pështyma, thot, është me ftohje. Të pështyret gjatë agjërimit nuk e prish agjërimin. Do më thonë, janë disa gjana të cilat e prishin agjërimin, edhe nëse ato i dim edhe i kuptojmë, atëherë kretë tjerat përgjigja është se nuk e prishin agjërimin. Kështu që edhe të pështysh, ose të frysh hundet, ose të lotash, ose kështu me radhë nuk e prish agjërimin. Qartë. A bën me i falë teravit në shtëpi, nëse kemi xhamin më larg? Teravia është namaz nate, është namaz vullnetar, kështu që bën me i falë teravit në shtëpi, sidomos ata që e kanë xhamin larg ose kanë arsye për mos me dalë në xhami, mundet me u falë individualisht, do më thonë e falë vetëm, ose do të ishte sigurisht më mirë nëse falet kolektivisht me familjar. Kemi një mesazh që thot, a ka të drejt gruaja me u ndal me agjëru gjatë shtatzënisë? A ka drejt me u ndal me agjëru? Do më thonë mos me agjëru. Po, të ndalë agjërim. Shtatzania është arsye për mos me agjëru për gratë shtatzana, nëse konstatohet se agjërimi e dëmton gjendjen e shtatzanës ose frytit që mban. Nëse nuk konstatohet një gjë e tillë, atëherë nuk ka arsye mos me agjëru. Qartë. Vazhdojmë me telefonatën e radhës. Alo? Selamu alaikum. Aleikum selam. Urime muaj shumë të Ramazanit. Faleminderit. A, ku mund të një vyqe për hoqën? Po? Është më thërë Ramazan për një falë sunete. Për para akshomit, kër shkreja bën, me falë 2 recate nafile në zben. Para akşamit është fjala, apo? Po, para akshomit. Në xhami. Po, në xhami. Edhe pyetja e dytë nas xhumas. A vini falë edhe 4 recate suneta ju? E qartë. Faleminderit. Presim një tjetër telefonues, urnone. Alo, mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Kam një pyetje për hoxhën. Po? Sa vakte mujna me i falë me një avdes? Për shembull drekën, qenijën, akşamën. E kuptuam. Faleminderit. Telefonata e radhës, urnone. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Do është ata ja bën një pyetje hoxhës.
Po, nani? Jam një punëtor, punoj, e kam një fandrini për në 4 natës dhe në 12 ditës, kështu si depoest jam. Edhe po kena të loshe me mishteri që i shërbim na, zjarëve që janë agjeru shumë po bonë, shumë nervëz, i punin besani që s'duhet një punë. A kem na haram që se sil një keq me të, a du të më sil me qëtësi, shdo. Ju përshëndes ka rëvshimu. Qartë. Edhe ne të përshëndesim, faleminderit. Hajde, shumë. Nërsa mirë presim një tjetër telefonat. Alo? Ka ikur. A bën me fal namaz nafile në rastin e hyrjes në xhami para akşamit? Nëse është fjala për tahiyetul mesgjidin, ato 2 rekatet që falen me rastin e hyrjes në xhami, te hyrja pas namazit e ikindis ose para namazit të akşamit, dietarët gjithsesi kanë mos pajtim. Atë falen, atë mos falen, kështu që cilin do mendim që ta marrësh ka bazë dhe ka argumente, kështu që nuk po dua asoni me e prej një gjë të cilën dietarët nuk e kanë, do të thonë, nuk e kanë sqaruar në mënyrë të prerë. Tash kur shkon në xhami edhe nëse akşami është fare afër, 4-5 minuta, unë kisha preferuar që të mos faleni. Ma mirë është ulesh edhe të bësh dhikr të presësh ezanin, për arsye se nga njëherë duke hy koha shumë afër ti mundesh me u lidh namaz për me i falë ato 2 rekatet e përshëndetjes së xhamis, në atë moment fillon ezani, ti çka duhesh me bë. Është pak problematike kjo punë. Ndërsa nëse është kohë pak më e gjatë, 15 minuta e më tepër, është në zgjedhjen tonë nëse do me praktiku me atë njetë gjithsesi, jo me njetin e nafiles së përgjithshme. Kemi 4 rekate sunet pas gjumas. Po, pas gjumas ka sunet, ka nafile, çka do të falësh 2, 4 ose më tepër, i në rregull. Sa vakte mundemi me i fal me një abdes? Sa të mundesh me majt abdestin, nuk ka kufizim. Pra nëse dikush, kjo është hipotetike gjithsesi, për arsye se në praktik mund të jetë pak më e vështirë, po nëse dikush ka marrë abdesin sabah dhe mundet abdestin me majt deri në yatsin, nuk ka kufizim me thonë kaç vakte mundesh me i fal. Mirë po në mundësi me e përtri abdestin është më mirë. Thot, në punë pra kemi sjellje jo të mira, bëhemi nervoz duke qenë se jemi agjerueshëm dhe kanë punë me mishterit, me klient. Unë kuptova pyetjen që mishterit bëhen nervoz. E ne atë sillemi keq me ta, atë sillemi mirë me ta. Nëse është kështu që ka më lehtë. Allah më duket se çështo e kuptova për ndryshe. Atë bëhemi nervoz kërkush nuk pyet, se dim përgjigjen të gjithë që nuk do të bëhemi nervoz. Mirë, po atë reagoj me nervozizëm nëse dikush sillet keq me neve, jo, ne gjithmonë, edhe në Ramazan, po edhe jashtë Ramazanit, po sidomos në Ramazan duhet ta zgjedhim reagimin e mirë, jo atë të nervozizmit edhe të hidhërimit. Qartë, vazhdojmë tutje, mi presim telefonatën e radhës. Urnoni? Alo? Salam aleikum. Aleikum salam. Pyetje për Bacin Hoxh, jeta e Berza. Po? Të mos me ma spjegu pak se s'pe kuptoj. Okej. Salam. Aleikum salam. Vazhdojmë tutje, alo? Alo? Po? Mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Selam aleikum. Aleikum salam. Desha me ditë një këshill të Hoxhës. Përpara ata pleshtë tonë thoshën janë 3 muaj janë kohë Ramazan. Përpara e tash po do me ditë Hoxhës me ditë Hoxhës se ka puna deri në 1 muaj të Ramazan. Pse ka mbet 1 muaj Ramazan? Po. Përpara kon 3 muaj me pleshtë përpara që janë thonë 3 muaj po do në Ramazan, e qëtë për ka me të desh 1 muaj Ramazan. E qartë. Natën e mirë. Natën e mirë. Mirë presim telefonatën tjetër, alo? Alo, Urnoni? Selam aleikum, unë jam të prit telefon. Po jeni inkuadruar në emision, po i presim. Selam aleikum. Aleikum salam. Dishta me bën një pyetje Hoxhës. Cila është pyetja juaj? Salat i vitër. Po? A më me fol me yatsi apo më me bë me namaz natë?
E qartë. Faleminderit. Faleminderit. Kemi një tjetër telefonues, Nani. Alo. Përshëndetje, kam një pyetje për Hoxhën. Po. Në qoftë se e hupë namazën e drekës, edhe taj folet ikindia, kur ti fol dyja tani herë do të me fol ikindina drekën. Faleminderit. Jeta në berzah. Baci Hoxh. Për herë të parë dëgjoj kështu, mi thon Hoxhës Baci Hoxh. Aga Hoxh po. Të na e përdoren edhe Baci Hoxh, bile Baci Hoxh është më e këndshme se Aga Hoxh. S'pakon e përjetoj çashtu. Sidos tjetë. Përjetimi mirë. Përjetimi mirë për Hoxhën. Alhamdulillah. Jeta në berzah është periudha kur shpirti dhe trupi qëndrojnë të ndarë përkohësisht për të bashkuar në ringjallje. Jeta në berzah, pra, si mbas kësaj, fillon në momentin e asaj që ne e quajmë vdekje, edhe vazhdon deri në ringjallje. Përjetimet janë, nuk kemi mundësi na as me i regjistru, as me i hulumtu, as me thonë me ndonjë teknologji, kush e di çfarë t'i kapim se çysh ndodh, mirë po i besojmë si mas asaj që na ka përshkru Kurani edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pra bëjnë pjesë në besimin tonë në gajb. Janë përjetimet pamohshme, kryesisht shpirti i përjeton, edhe fillojnë për shembull me rastin e varrimit që vinë dy melaçe e ulin njeriu e pyesin ato pyetjet e njohura, kush ishte Zoti yt, cila ishte feja jote, kush ishte pejgamberi yt e kështu me radhë. Do thonë jeta në berzah është kjo, fillon me vdekjen e përfundon me ringjalljen për të filluar pastaj pjesa e ditës së gjykimit. Pse një muaj Ramazan, më herët ka qenë 3 muaj. Në të vërtet Ramazani... Muaj ka qenë 3 muaj. Jo. Në të vërtet Ramazani asnjëherë nuk ka qenë 3 muaj, mirë po unë e kuptoj shikuesin mbase se u referohet... E kanë prit Ramazanin, pak më... Po u referohet praktikave të moshuarve ose të gjeneratave të mëhershme, se atëherë kur e kanë praktikuar këtë ato s'kanë qenë moshuri, kanë në stadë matrisë në ata që jemi. Dhe më thonë, nuk ka qenë Ramazan, por disa nga devotshmëria kanë agjeru 3 muaj. E kanë agjeru muajin Rexhep, muajin Shaban, që janë 2 muaj që i paraprin Ramazanin, e kanë agjeru edhe Ramazanin. Mirë po, do të kuptuar një gjë, pavarësisht praktikave të njerëzve, agjerim obligativ është vetëm agjerimi i Ramazanit. Ata në të kalumën, për me fitu se vapë ma shumë, janë mundu me, si me thonë, me madhru Allahun me agjerim, edhe me para përgatitje për Ramazan, edhe para se të vijë Ramazani. Për ndryshe Ramazani gjithmonë ka qenë 1 muaj, nuk është 3 muaj. Vitrin thot me fal me yatsin, apo në fund të namazit të natës? Ai që don me fal namaz nate, vitrin do të me elon të fundit. Ai që për arsye të ndryshme, namazi natës megjithatë është namaz vullnetar edhe duhet me ditë se nëse e falim është mirë, por nëse nuk e falim nuk kemi lënë ndonjë obligim pa përmbush. Kështu që ai i cili ka synim me u ngrit natën me u fal, është mirë vitrin me elon në fund namazit natës. Për arsye se vitri duhet jetë namazi i fundit. Ai i cili se ka ndërmend me uçu natën, thjesht e fal yatsin edhe synon me uçu mos andaj sabahun me e fal, ai e fal vitrin me yatsin. Nëse na ik namazi i drekës, kur e falim, duhet së pari drekën, pastaj ikindin. Fillimisht duhet kuptu se namazet përveç që duhet falen, duhet respektohet edhe koha e tyre. Allah i madhruar thot: Inna s-salate kanat ala al-mu'minina kitaban mawquta. Namazi është obligim për besimtarët në kohë të caktuar. Kështu që dreka e ka kohën e vet, ikindia e ka kohën e vet. Këtë parathanje po e bëj me qëllim që të mos shfrytëzohet përgjigja masani, hajtë si s'pas ka gajle, apo kuptona ja. Dhe më thotë dreka duhet falet në kohën e vet. Mirë, po nëse për ndonjë arsye na ka mbet dreka pa e falë dhe ka hy ikindia, qysh duhet të falen të ashtu 2 namaze, duhet të falen me rend, që kanë rendin. Pas pari falet dreka, pas taj falet ikindia. Këtu, pa tjetër, e shatë nevojshme të nënvizoj edhe një gja, e ajo është që nëse eventualisht themi për rrethana të veçanta dhe ekstreme, po e japim këtë përgjigje, e njëjta nuk vlen për ikindin me aksham,
që i bie se nuk ban në asnjë mënyrë me leju që koha e akşamit me ezan ikindin pa e fal. Lexojmë një mesazh, thotë a është haram mu qu vjera në mëngjes edhe pse është me Ramazan, mu qu mja bo mëngjesin e rejes edhe djalit, edhe pse të dytë janë, po e kuptoj këtë fjalë pra, po këtë janë pa agjërueshëm. Nuk majnë Ramazan, pra nuk agjërojnë. Po, pa e trajtua është haram, as është haram, do thëja shumë marrë është. Shumë marrë edhe për atë djale edhe për atë tre, pavarësisht a kanë arsye apo jo që nuk agjërojnë, me uqu nana apo vjera respektivisht, agjëru shumë ju bok. Po menoj, është munges respekti për moshën, është munges respekti për statusin e prindit, edhe është munges respekti për agjërimin e saj. Para se me thonë a është haram edhe a është gjuna, unë mendoj se njerëzillëku në një nivel modest edhe solid, nuk do duhet t'i lejon të ata që ta detyrojnë nonën ose vjehrën, do më thonë me ju bok, derisa aja agjeron e këta nuk agjerojnë. Mirë presim telefonatën e radhës, alo? Alo, mirë mbrëma. Mirë mbrëma. Jem Musa, jem 55 vjeqar, kështu i fali 5 vak namaz, po me agjeru nuk muj. Kam agjeru vetëm ka bo vakia deri një orë para iftari, po e kom prish të. Disa me veturën që ka në pyetje dhe me mauna i këshilë. A ki probleme shëndetësore? Sa i përket, po. Jo me tension edhe qështu. Qartë, falenderit. Pak jam i stresuar kështu. E kuptuam. Mirëpresim një tjetër telefonat, apo do t'i përgjigjemi shikuesit me njerë, po hoqë? Po, nuk jam unë ai i cili e vlerësoj gjendjen e të nderuarit për shkak se unë menoj që ky zotnjer nuk ka problem me agjërimin, demek s'po agjëroj se s'po du, po si mos asoj që kuptova s'po agjëroj se s'po muna. Do thonë shëndeti s'po po e fillon agjërimin, por si kur e përmendin në fund të ditës është dashur ta prish. Në këtë rast unë menoj se ti atë përgjigjen për agjërim ose jo në rastin tënd e jep mjeku. Ai e konstaton gjendjen tonë shëndetësore, agjërimi a mundet me e rëndu akoma më tepër, në një smundje eventuale që ki agjërimi a mundet me e rëndu ose me e vonu shërimin prej saj, edhe në bas të asaj që thot mjeku, pastaj edhe hoxha ta qetë në nëshkrimin pa të lashe, mirë po unë prej këtur nuk e ditë që ki gjendjen edhe në bas të asaj nuk muj me thonë kështu ose ashtu. Qartë. Do të lexojmë një tjetër pyetje, thot, a duhet me llogarit zakatin vetëm në Ramazan apo kur bëhen 12 muaj? Jo, zakatin nuk duhet do e mos me llogarit në Ramazan. Zakatin e llogarit prej kohës kur e ke fitu statusin e zakatliut. Kur e ke fitu statusin e atij që i bota obligim me dhënë zakat. Nuk e jep me njëherë në kryet të motit në llogaritje hanore gjithsesi, në kryet të motit, e llogarit gjendjen aktuale dhe mbas të asaj e jep zakatin. Për shembull, ajo që quhet nisab, që është sasia që duhet arrit për të bë obligim zakati. Po e zom, nuk e kam ide, në vitin e kaluar nëse zgaboj ka qenë dikon në vlerë të 5.000 eurove. Hajtë themi tash nëse është 5.000 ose 6.000 ose pa garanci, edhe ti i bën çato pare që tash, edhe gjatë gjithë vitit nuk bjen në çat nivel. Në kryet motit e llogarit sa ki gjendjen, bashkë për 5.000 që ke fillu, ke arrit në 50.000, ose ke arrit në 30.000, ose në 10.000. E llogarit gjendjen momentale dhe do të thonë kryet motit e jep zakatin, edhe pastaj për çdo vit njëjtën kohë sipas kalendarit hanor. Nëse ke fillu me llogarit në Ramazan, e jep në Ramazan. Nëse ke fillu me llogarit në muaj tjetër mas Ramazanit ose para Ramazanit, do të thonë 12 muaj hanor në krye të motit i jepet zakati. Qartë. Mirë, do të vazhdojmë tutje, kemi një tjetër pyetje, thot, a vlen agjërimi nëse e hum kontrollin e nervave gjatë ditës? Një pyetje pak më e moderuar, jo nervoza, por humbja e kontrollit ndaj nervave. Jo, nëse e themi më e moderuar, thuj,
Jo, me utranu, nëse të lojnë met gjatë ditës, po e humbë kontrolin. Shef, bujar, agjerimi ka atë vlefshmërin juridike, edhe e ka atë vlefshmërin për te juridikës, shpirtërore, etike, esenciale, e që realisht nëse ti gjatë ditës s'ke hangër, s'ke pije dhe s'ke bo ato vepra që e prishin agjerimin juridikisht, nuk e ke prish agjerimin. Agjerimi është i vlefshëm, borxhin e ke la. Mirë po, nëse gjatë ditës nuk e përmbajt nga zemrimi, ose Zotin na rujt nuk e përmbajt nga veprat e liga, ose nga fjalë të këqija, ose nga kështu me radhë, ose edhe neurozat e ndryshme, atëherë në këtë rast agjerimin e ke zbeh. Vlerën e agjerimit tënd e ke zbeh dukshëm, për shkak se agjerimi thjesht është përtej formales. Nuk është veç me nejt pa hangër edhe pa pi, po është me nejt edhe pa fol keq, me nejt edhe pa u bo nervoz, me nejt edhe pa treguar miqësi ndaj kujt do të qoftë. Ideja është agjerimi të shtohen veprat më të mira. Edhe në këtë rast pra do të me thonë ti nëse ke të i kaluat gjendjen normale të vetë përmbajtjes, agjerimin base e kitë vlefshëm, po e kitë zbeht. Vazhdoj me telefonatat të tjera. Alo? Alo, noni? Alo? Po, noni? Unë jam Ismail Islami, vivo Shtresi, kam 7 vjetë. Mashallah. E prindës pëndoj, nuk pëndoj me dinu. Faleminderit shumë. Tash të regon hoxha, a duhet me t'lana, po jo, me njënu. Shumë faleminderit. Fëmijët hoxhë janë kogja sfidues gjatë Ramazanit me prindrit e tyre. Fëmijët din me qenë edhe ultimativ, që nga njerët ju thojmë prindrë, ani pëse s'u keni zgju në syfër, unë kom me agjeru pa syfër, edhe këtani i qetë në siklet prindrit, po prindrit realisht e din fëmija a mundët me përballu agjerimin apo jo. Fillimisht do të themi kështu, deri sa të hynë moshën e pubertetit, juridikisht nuk e ka obligim agjerimin. Por, a do të na me prit deri sa të në rritën fëmija e pastaj në atë mosh e kanë edhe pak më të vështirë të fillojnë agjerimin? Sigurisht jo, nëse fëmija arrin moshën 10-11 vjeç, edhe e shohim se ka forcë të mjaftueshme për me përballu agjerimin, atëherë është mirë që të jo vetëm të lejohen të agjerojnë, po të nxitën të agjerojnë këtë moshë, për t'ja marrë dorën agjerimit në kohën kur të rritan. Mirë, po një 7 vjeçarun, nuk e di tash ky Ismaili, ky voglushi, që ka gjendjen shëndetësore, prindërit e tij base e din më mirë, Ti dëgjoj prindrit, por edhe ata mbase është mirë t'ja japin ndonjë shans. Të paktën ditën e shtunë apo dielën kur nuk shkon shkollë, t'ja japin shansin ta provoj. Nëse e shohin se është lodh, ata të veçlit e kanë kollaj bujar se prindrit nanat kryesisht masane edhe munën m'jau qep agjerimin, 2 gjysat ditës bëhet 1 ditë në rastin e tyre. Pra, dëgjoje babin edhe nanin çfarë të thonë pastaj ti vepro. Do të mirëpresim një tjetër telefonat. Alo? Selam aleikum. Aleikum salam. Së pari ju kërkoj falje, që po ju markohen televizive, pasi që unë pyetje nuk kam, dhe që kam një falënderim të madh ndaj hoxhës e krem. Hoxhi respektuar, që është njëri nga shkaqet më kryesor të udhëzimit tim. Faleminderit që me butësinë edhe seriozitetin tënd po na e bën më të lehtë rrugën drejt afrimit të gjithëmshirshme. Nuk ka ditë që nuk I dëgjoj ligjëratat e tua, Allahu të rujt e të begatof me të mirat e tij, në këtë botë e në ahiret. Gjithashtu edhe ty Bujar, faleminderit që ndër vite po na zbukuron këtë emision edhe na I qartëson aq mirë dhe me shumë kujdes trajton çdo temë aktuale. Respekt. Gjithashtu faleminderit për telefonatën. Do të vazhdojmë, mirëpresim një tjetër telefonues. Alo? Po ka ikur? Dhe sigurisht që hoxhallarët janë ata të cilët u hapin rrugën njerëzve besimtarëve që të kuptojnë rrugën e vërtetë. Lavdi takon Allahut Bujar në fillim edhe në fund për këtë punë. Ky është sukses cilën Zoti I Madhërisht na e ka dhënë. Është mundësi të cilën tash
Alhamdulillah, po e shfrytëzojmë. Gjithsesi, konsiderata edhe mirënjohjet e xhamatit, të besimtarëve, të atyre që na përcjellin, janë edhe frymëzim për neve, për me vazhdu matutje, mos me u lodh, po janë njëkohësisht edhe ngarkesë për arsye se unë konsideroj se kur njerëzit falënderojnë këtë dunja, mos ta kanë zvogëlu pak shpërblimin që Zoti do të duhej me ta dhënë në ahiret. Megjithatë, lutjet e vëllezërve, motrave tona janë gjithmonë të mirëseardhura për neve. Të gjithë kemi nevojë për to. Padyshim, do të vazhdojmë me telefonatën e radhës. Kemi shumë mesazhe që po na vinë në Viber, sigurisht që çdo ditë do t'i drejtojmë të gjithë mesazhet, ndërsa mirëpresim telefonuesin tjetër. Alo? Selam aleikum. Aleikum selam. Deshta mja bo hujë se krem një pytja. Po? Në këtë vetë nuk po më me agjeru për disa probleme shëndetësore. Qysh dohet mi pagu në fund mujit edhe ku dohet mi pagu për ata që s'agjerojnë? Problemet shëndetësore, a janë që pritën me u te i kalu? Një herë për një herë jo, po me kohën nuk e di. Qartë. Faleminderit. Natën e mirë. Natën e mirë, kemi një tjetër telefonat, alo? Ka ikur në një keq. Si duhet reaguar në këtë rast, hoxh, të kompenzohet? Shif, Bujar, gjendja shëndetësore e cila mund tjetë arsye për mos agjerim, është dy lloje. Ose është gjendje shëndetësore akute, e cila pritet me u te i kalu, edhe në këtë rast nuk do të me mendu për shpagim, po do të me mendu për kompenzim të agjerimit në kohën kur te i kalohet gjendja e rënduar shëndetësore ose smundja. Nëse eventualisht kemi të bëjmë me smundje ose komplikim shëndetësor i cili nuk pritet me kalu, do një smundje e pashërushme ose të personat e moshuar që realisht ata nuk pritet me u forcu e kështu me radhë, atëherë në këtë rast shkohet të shpagimi material. Në rastin e shikueses e cila e bani pyetjen, pra të arsye unë e pyeta a pritet me u te i kaluaj gjendje shëndetësore apo është e vazhdueshme, dhe ajo sigur na dha se nuk ka shumë siguri se mundet me kalu, atëherë mundet me u konsideru se ajo pjesa e dytë e përgjigjes. Nëse pra dikush nuk pret me u përmirësu gjendja e tij shëndetësore ose me u forcu domethënë fizikisht, atëherë ai në fund të Ramazanit i numëron ditët e pa agjeruara, edhe për atë e paguan, e bën shpagimin me fidje. Fidje është ushqimi një dvar fre me një shujt për një ditë të mos agjeruar, ose për të gjitha ditët së bashku, ato munden, domethënë në fund të Ramazanit ose mas Ramazanit me u pagu fidjet edhe në Bashkinë Islame, në degën më të afërt që e ke, edhe kësaj domethënë e rregullon këtë punë. Mirë po nëse pret me u shëru, atëherë mos e mendo fidjen, po mendoj kompenzimin me agjerim kur do që t'jipet mundësia. Qartë. Mirëpresim tani telefonatat të tjera, alo? Mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Desha lirë pyetje për hoxhën. Cila është pyetja? Cila është vlera e agjerimit për fëmijët që ende nuk e kanë obligim? Qartë. Telefonata tjetër, alo? Selam aleikum. Aleikum selam. Kam dy pyetje shumë shpejt për hoxhën. Po? E para është hoxh në ditë me një xhami në një vend rural nuk hoxh, me ditë për arsye të veta edhe ishte xhumo. Si duhet me vepru, me të pa e falë, ai në të shkon një xhami tjetër, po a kemi me falë vetë xhumon pa hutbe, nuk e di shumë. Edhe pyetja e dytë është elhamdulillah te Allah. Lutem, do të thotë keni fal xhuman dhe nuk është mbajtur hutbe, ajo? Jo, se kemi falë hiç, jemi ngut, kemi shku në tjetër xhami, po pyetja është a kemi mujt me fal xhuman pa hutbe? Qartë. Keni mbrim me vonesë? Po, jo, na kemi shku me kohë, po hoxha s'ka ardhur. Me një fshat. Edhe pyetja tjetër është hoxh, elhamdulillah pe Allah, fal juve edhe shumë
xhallarëve që ndoshta bashkëshortja ime këtë vetë ka fillu me namaz, po namazin e teravis, unë ma shumë po e fali me tonë në shpet, dhe me thonë banes. A është ndonjë obligim që duhet me qenë në xhami apo pranohet në shtëpi nëse e kry me bashkëshortën? E qartë. Faleminderit shumë. Selam aleikum. Aleikum selam. Një tjetër telefonat, alo? Selam aleikum. Aleikum selam. Kisha dy pyetje për hoxhën. Po? Me para është, kam probleme kronike me hunden, edhe kjo më ban që me pas sekrecione të vazhdueshme si në hund, ashtu edhe në fyt. Këto sekrecionet e fytit ju çdo herë po më i qit, gjatë agjërimit ka një herë pa dëshirën tam po ndodh që edhe me i përbi. A e prish kjo agjërimin? Po. Edhe pyetja e dytë është në lidhje me namazin, nëse më lejohet me bë. Cila është? Me bashkimin e namazeve, unë studia jashtë Kosovës, edhe kur vi në Kosovë do me thonë vi me autobus, po puna që tash koha e dimrit edhe koha shumë e shkurt, për shembull ndodh që nis në kohë drekës, ama më rri në kohë të akşamit në Kosovë. A lejohet para se me u nis për Kosovë me bë bashkimin e drekës me ikindin? E qartë. Faleminderit shumë. Faleminderit juve. Mirë, kemi një tjetër telefonat, alo? Po ka ikur. Atëherë dashur miq, ne do të shkputemi për pak çaste, rikthehemi pas pak. Kjo është emisioni Dritarja e Agjëruesit, të dashur miq, me hoxhën e Krem do t'ju mirëpresim edhe në vim që të na telefononi. Vazhdojmë me përgjigjet, thot vlera e agjërimit të fëmijët. Po. Pyetje interesante shumë, sa është vlera e agjërimit të fëmijët. Unë mendoj kështu. Të fëmijët vlera e agjërimit është më e madhe se sa të ne të rriturit. Për të paktën dy arsye që po më bin mend tash. E para, ne kemi obligim me po mos me agjëru, na him gjuna. Ndërsa ai mundet mos me agjëru edhe agjeron, e ka një vlerë më tepër. Ndërsa vlera tjetër e shtuar të fëmijët është se agjërimi i tij nuk është i vlefshëm vetëm për te, por i kalon vlera dhe sevapi edhe prindërve të tij, ata cilët e kanë rrit, e kanë eduku, janë kujdes për te, vazhdojnë të kujdesen për te. Ja kanë bërë të dashur agjërimin. Ja kanë bërë të dashur agjërimin gjithsesi, edhe mbi të gjitha unë e vrej tash, vetë jemi prindër edhe e dim qysh, po menoj prindërve tanë, ja u besojmë tash që jemi prindru vetë, por e dim që edhe nana dhe baba kryesisht brengosen nëse fëmija është i vogël, apo mundet me përballu, apo mundet me dale vetë, qysh je që po ndihesh e kështu me radhë. Kështu që ka vlerë më të madhe se sa që e kemi ne. Pyetje tjetër, nuk e kanë falë xhuman sepse s'ka ardhur hoxha. Po. Është për keqardhje, situatat e këtilla janë shumë për keqardhje. Nuk jam ka gjykoj hoxhën se s'ka ardhur për arsye se funit edhe ai është njeri edhe ka mujt me pas ndonjë arsye. Megjithatë, mendoj se edhe si imam, edhe si institucioni i Bashkisë Islame do të jemi shumë më të vëmendshëm për të kujdes që xhamiat mos mbeten pa imam edhe pa khatib, sidomos në kohë xumaje. Thot i nderuari, a do të ishim mjaftu sikur ta kishim falë vetë xhuman pa hutbe? Jo, sigurisht, mirë po pyetja jem për ty është pse me falë xhuman pa hutbe, pse mos me majt një hutbe? Secili që din me u falë, din edhe me u çun kam edhe me thonë elhamdulillah. Po e zop 3 herë, elhamdulillah, elhamdulillah, elhamdulillah. Të nderuar vëllazën, jemi të obliguar me pas frikën edhe respektin për Allahun fuqiplot, se Allahu këtë e kërkon në Kur'anin famall, kjo na bën të devotshëm, na bën më të mirë, po ne i kametin. Do thonë me 3-4 fjali të thjeshta pa ndonjë komplikim të caktuar. Hutbja për një është fjalim solemn. Është fjalim ceremonial që e ka vlerën edhe peshën juridike shumë të madhe, realisht e ka sa 2 rekatet namazit. Por nuk është çaq i komplikuar sa kërkosh pe xhamatit mos me kon gjendje me i thonë ja 3-4 fjali si hutbe. Na e themi ato atë pjesën që e ka aplikuar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, innal hamdalillahi nahmeduhu wa nasta'in. S'është kusht veç ato me e thonë. Ne e themi pse e ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Mirë po ndonjëri për juve të nderuar vëllezër, këtë ju që na shihni. Nëse ndodhen në situatë këtill, leçohet dikush që din tash xhamati e njohin njëri tjetrin më mirë, leçohet dikush që din edhe le të thotë 3-4 fjali.
një ajet e ka majt mend, ndoshta ose një hadith e ka majt mend, ose edhe s'din me citu një ajet, një hadith, një 3-4 sene të mira mundesh me i thonë. Edhe bëhet i kamet, një falet xhumaja dhe një farë mënyrë komplet ai xhamati e përmbushin një obligim. Namazin teravih thot e falin në shtëpinë me gruan e cila është fillestare në namaz, është në rregull? Elhamdulillah, po gjithsesi ne i përgëzojmë të gjithë ata vëllezër e motra që kanë filluar të falen, që kanë filluar t'i kthehen Zotit në këtë kohë, një kohë kur s'është vonë gjithsesi, Allahu i ka begatuar me mëshirën e vet. Kështu që në rastin konkret unë mendoj se për ty vllai dashur, nëse edhe padyshim që po rregullon jetën tonë ashtu siç duhet, jo vetëm që e ki sevapin e faljes së teravis në xhamat, po mbase e ki sevapin e mbase një imami i cili udhëheq në xhamat, për arsye se në këtë rast edhe pse zemra ta lyp me shku në xhami me u fal në xhamat, po e privon vetëm prej asaj kënaqësie, po falesh me bashkëshortën tënde, që realisht pakuj ose askujt si ki borxh ma shumë se asaj, edhe në këtë rast asaj edhe Ramazanin edhe namazin po ja bën më të lehtë. Pyetja tjetër, probleme thot me hundën, fytin nuk mund të pështyjë Nuk ka problem. Domethënë problemet prishpa. kronike me hundin, me fytin janë probleme të cilat shkaktojnë gjithsesi, domethënë situata të pakëndshme, sekrecione të ndryshme, nëse nuk jemi në gjendje vazhdimisht t'i qesim jashtë, edhe nëse gëlltitën ose kalojnë brenda organizmet, agjerimi nuk prishet. Bashkimi namazëve të udhëtarit do ta bën me i fal para se me u nis. Ndoshta edhe kish bë, mirë, po unë mendoj se më mirë për ty është me i fal pasi që të nisesh, ani pse ti thua autobusi nuk ndalet, fali në autobus. Fali ulën ashtu, e bën një drekën, e bën një ikindin, edhe falësh, domethënë çysh ta lejojnë mundësinë. Një pyetje na ka ardhur nga New Yorku, thot këtu ku jetoj është një xhami e komunitetit, zakonisht në Ramazan gjatë namazit të teravive bëjmë live stream me kamera profesionale në faqet zyrtare online të qendrës islamike. Po nga një herë gjatë namazit duhet edhe me u shkput me pa telefonin edhe laptopin me qëllim të monitorimit të transmetimit. A është në rregull me u shkput nga namazi për të monitoruar këta? Domethënë ti qenë kaj ustahi i këtyre gjanave, si duket, apo? Me u shkput nëse e ki qëllimin, imami ka dhënë selam, çështu po imagjinoj situatën, imami ka dhënë selam, po e zonë mas 2 rekateve të teravis, edhe ti ngritesh për një çast vetë që këshyra është këtë në rregull, vonohesh 3-4 sekonda, 5-10 sekonda funit edhe lidhesh prapë në namaz, mendoj që s'ka problem. Përsa e kuptojnë gjatë namazit? Gjatë namazit nuk është arsye me u shkput, për me e këshyra është laptopi ose telefonin në rregull, nëse është gjatë namazit. Ase nëse është mes rekateve, pra pas selamit, mes selamit edhe tekbirit vijus, atëherë shoh që s'ka telash. Dhe pyetja tjetër thot më është dashur me bën një ndërhyrje kirurgjike në dhëm, fatkeqësisht ka rastis që gjatë kësaj periudhe të Ramazanit. E si rezultat më duhet me përdor një medikament 3 herë gjatë ditës për dhëmbët. Nuk është ilaç që përbihet, por thjesht duhet ta mbaj në dhëmb nga 1 orë. A prishet agjerimi kështu? Jo, nëse nuk është ilaç që përbihet, nuk prishet agjerimi. Qartë. Vazhdojmë me mesazhe të tjera derisa do të kemi telefonat. Selam aleikum, aleikum selam. Si duhet llogaritet vlera e zakatit nëse kemi ari 21 karat që nuk e kemi përdorur brenda një viti, e jo 24 karat dhe kemi edhe të holla një shumë që bashkë me arin arrin vlerën 10.000 euro. Unë mendoj se ajo 24 karat ose 21 karat ajo është irelevante për shkak se pikërisht sa karat është ajo e përcakton edhe vlerën. Domethënë sa po e zonë, nëse i ki 5.000 euro cash edhe 5.000 euro ari, ti jep e llogarit për 10.000 euro i jep zakatin. Po mendoj s'ka rëndësia është 24 karat apo 21 karat. E ka vlerën e caktuar dhe mbas asaj ti e jep me kundërvlerë monetare gjithsesi. Qartë. Kthehemi telefonatave, alo? Jo, përshëndetje, selam aleikum. Aleikum selam. Desha me bërë hëgjës një pytje. Po? Me gjënoj e krejt edhe gjëmove shkojt gjithë, po është problemi që di as me lezu, as me shkru, shpesh koj notën dhe që di më falë. Nuk din me u falë? Po s'di me lezu, as me shkru, e të aja shpesh koj notën dhe që di. Shpesh qaj natën pëse s'di më falë.
Edhe jam i bom desh, e kam mirë të në hes, mundin e kam të nëryrë me pak edhe në dinëj të kur të pyqë. Gjumove shka i gjithë. E qartë. E thasht me bo, që të pyqë, thasht pyqë me abo. Për namaz. Po, s'po di ishë besë në natën spesh, nuk e që dhe dhe që zdi më po. Shumë falenderit për këtë telefonat. Se ka në tonë vazhlinja më folen krejt, kur jam me ta folen atë gjithë, po shko vetë s'po di. E tash të kalzon hoxhe se çka duhet me bo. Falenderit shumë. Mojtë të dhjefë dhe për hajë Ramazan. Herë pashe dhe juve për hajër ju qoftë. Hoxh, si e këshilloni këtë shikues të vepojnë? Po, as pari po i marrë lakmi për sa ta latë që po thotë çaj natëm se s'po di më u falë. Për arsye se lotja dhe keqardhja është ajo e cila njeriu e çon atje ku ndoshta neve nuk na çojnë veprat tona. As ata muslimanët e parë që janë konë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, pjesa dërmuese e tyre s'kan ditë me shkruar dhe me lexu. Mirë, po namazin e kanë mësu gojë më gojë. Kështu që edhe ti nuk e di çfarë moshe je, po besoj që ndoshta një 2-3 sure kishe mujt me mësu prej vllazëve, familjarëve, akon e ki aty, edhe me mësu çato gjanat elementare, bazike të namazit, edhe me fillu me e fal namazin me rregull. Lutë Allahun me ta lehtësu, edhe nëse lutesh sinqerisht edhe përzemërsisht, Allahu ka me ta mundësu. Mirë, vazhdojmë tani me telefonatën e radhës. Alo? Alo? Po, noni? Përshëndetje, selam aleikum. Aleikum selam. Pore, falenderimit hoxhës për që të na shpërndon juve për fenë islame dhe për muajin Ramazan. Ne kam 3 pyetje për hoxhën. Po. Pyetja por është vetë për hoxhën, është kanë e kosti hoxhët vetëm të preferuar, kanë e përcjell, kanë ndëgjon sheh, dhe kanë që vetë ai i pëlqen personalisht. Pyetja tjetër? Tjetër është që fotografik kom dëgju që shumica njerëzve e llogaritin se shef, nuk dalin në foto. Dhe du me ditë mendimin e hoxhës për këto. Edhe e kam një rast temën personale ku një shok jam i ngushtë është fejes katolike. Është djalë i mirë krejt. Po dëshira jeme është që ta kthej në fenë islame. Po edhe këto dishta me ditë si muj mja fillu ta ndryshoj shokun tem. E qartë, falenderit shumë. Shumë falenderit. Mirë, presim një tjetër telefonues, urnoni? Alo. Po? Selam aleikum. Aleikum selam. Falenderit për mundësinë. Deshta me pyet hoxhën e nderuar, qysh ka mundësi njëri me hek dembelizmin trup që na ka kaplu. Kanë me hek? Demelin që na ka kap. Nashta nuk e shumë i qartë sa duhet. Shumë i qartë je. A ka mundësi diqysh me punu Paulo. me gjetë një mënyrë? Jo, me gjetë një mënyrë qysh me hek dembelin pe i trup. Shumë e qartë pyetja, falenderit shumë për telefonatën. Faleminderit për ju. Mirë, presim një tjetër telefonues, alo? Alo, noni? Alo? Po? Me mbroma. Me mbroma, të lutem, largohu prej televizorit. Po kjo që kjo që ramin e pistillis, po me ndër premjes, po më i morën vesh kur që me vlasë që mi atja, po që po. Nuk po kuptohet asgjë, të lutem, largohu prej televizorit ose ulja zërin, pastaj të dëgjojmë më mirë. Po që kjo emision, po nëllet, po ndërprehet, po ju morën vesh kur gjo. Ka ndërprerje të transmetimit. Kush është? Me transmetim. Ju lutem, kontaktoni me operatorin që ju furnizon pra me kanale televizive, ata mund t'ju japin një përgjigje pse ju ndodh kjo. Po
ndërprehet, s'po mu ju morëm në shkur gjë E qartë. Telefononi operatorin tuaj, ata ju japin sqarime, ju bëjnë zgjidhje. Ju defekti se unë e kontaktua se të da unë rregull. Mire, kuptuam. Faleminderit shumë për shprehjen e këtij shqetësimi, do ta kemi parasysh. Faleminderit shumë për telefonatën. Kemi raste kur na telefonojnë shikuesit qytetarët për këso lloj problemesh, mirë po tek ne gjithçka është në rregull, duhet kontaktojnë me operatorin që janë të lidhur dhe ata besoj që duhet t'u japin përgjigje apo zgjidhje lidhur me këto probleme që u shfaqen. Ke pyetje as për mua as për ty, Po, ke vetëm pyetje që kërkoj një orientim. Do të marrim tani një tjetër telefonat. Alo? Alo? Po, noni. Ma herët që e tirë huëzën e nuk të reshtë programu me skujta me nije, a bëve si në të sëritë dhe herë. Cila ishte pyetja e mëhershme? Që thash nuk bime me në duat më kodë. Po, e qartë. Mund të ndëgjosh edhe përmes reprizës nesër, por mirë, hoxha do të këshilloj edhe një herë, është i gatshëm. Po, inshallah. Dhe nga këtu vazhdojmë. Po. Lloj dashur, kanë e ki që falësh me ta, falë me vllazni nga një herë, ose me familjar. Le të bëhet dikosh prej tyre mësuesi i yti, le të mëson një 2-3 dovë, ma shumë nuk duhen gjona elementare, edhe mëson inshallah me ta namazin. Edhe thash, lutë Allahun me ta mundësu me mësu, edhe Allahu ka me ta mundësu. Kush është hoxha i hoxhës? Hoxhallar të preferum prej atyne që flasin gjuhën arabe, i kam disa, nëse i përmendi, nuk besoj që mundeni me i njoft, por edhe nuk është se dëgjoj shumë, ma shumë kam qef me lexu. Ndërsa prej këtyne hoxhallarve, kolegëve të mi që ligjerojnë Shqip, shumica absolute më pëlqejnë. Edhe kur më vije rasti, ndëgjoj me andje për arsye se secili prej tyne e ka një mënyrë specifike të ligjerimet, e ka një mënyrë specifike të kuptuarit dhe interpretimet të fjalëve të Kur'anit, të haditheve profetike e kështu me radhë, edhe unë personalisht me dëshirë i dëgjoj hoxhallart edhe me admirim e përcjelli punën e tyne dhe lutem që Allah të gjithë me ju dhënë sukses. Amin. Disa thot foton e shohin si problem shumë serioz, nuk dalin foto. Shirk, ma tje, tha, jo. Të bësh foto, ose të dalësh në foto, nuk është shirk, as afër shirkut nuk është. Shirku është ishte koment i këtij. Po, shirku është madhërimi krijesave, ashtu që do të madhërohet krijuesi. Me këto njeriu bën shirk. Pa janë aq refuzues disa njerëz për dalë në foto. Zgjedhja e tyne, unë personalisht nuk e shoh problematike këtë gjë, se sikur të ishte problematike, as unë s'kisha dalë në foto, po me kom problem me dalë në foto, s'kishim dalë as para kamerave. Kështu që domethënë shumë të mira do të ndaleshin. Mos e merrem nga pjesë këtë punë. Ishte shoku thot, është i një feje tjetër, është katolik, thot, si me e ftun e Islam. Shokun e ke katolik, edhe thotë ja du të mirën fort, edhe kam qef që të udhëzohet, edhe nuk e dia ashtu, po supozoj që s'është nga dëgjua i shoku, po për cili ati, thuj ka thonë hoxha në emision që lumë ti çfarë shoku ki. Në do thonë thuj ati shoku tanë katolik, lumë ti çfarë shoku ki i cili brengoset për ty edhe është ka që dashameras. E ty tash unë po të them vllai dashur, mos meno shumë çka me i thonë ati shokut tanë. As qysh me i fol, as qysh me jamush mena, as qysh me e bind. Menoj vetëm një gjo edhe shpresoj që ka me pas sukses nëse të në Zoti, funit zemrat e njerëzve janë dorë të Zotit. Bënë ti aq i mirë, sa që shoku jetë me lakmu me u bo si kur ti. është formullë shumë e thjesht, është shumë e thjesht me e shpreh, po është një jetë e tonë për me e vepru, mundohu me u bo aq i mirë, sa që shoku jetë edhe kush do që të sheh, me lakmu me thonë sigur që kësha pas shef me u bo. Pujar, po e të regoj një gjo interesant. Njëherë një bised me një djallë të ri, i cili nuk ashtë nuk ishte fetar, po si ishte i regullt në namaz, edhe gjatë bisedës, kështu biseda ishte shumë e përzemërt edhe për ngërkesa, a i po më thotë mu, po dhe të egziston një person
i cili thot aq më frymëzon sa që shumë kisha pas qef me u bo si kur aj. Tha është person me 5 vakt namaz, me kështu, edhe po e përshkruan aj pa e përmende emnin. Pasha Allah në bojar, më ka shku menja për një person të caktuar se për i këtyre që ka i njehja, përfshi edhe vetën, që thëse, nuk për i të qa me thonë, kam qef me u bo si kur ti. Po, për i këtë që i njefja, që i parim erdhin mendje, edhe i thash, mësë është filoni, tha po, pasha Allah i filoni, ku pëdin, thash, vallaj, kërkur së mërë mendje përveç që ati persone, ose nuk mërë mendje para ati persone. Edhe, bojar është një, po menoj, me mujtë me arritë që shtu me u bo shembull i heshton, qëre na flasim, edhe na hoxhallarët po flasim shumë, edhe fjalët në përgjithësi, si të teprohen, ato devalvojnë. Fjala, a e din çka lyp? Fjala lyp bagazh të veprave. Për me pas fjala peshti, do shme konë shumë i avancum në vepra, e në fjalë ma pak, kështu që edhe ti vllai nderuar me atë shokun tënd të besimit tjetër, mundohu me u bo shembull për te, mundohu që me ja dëshmu atim praktik, pse ai do të me u bo, pse ai do të me kalu në fen tone. Shumë thjesht. Ai mund ty me ta bëni pyetje dhon, do të thonë me kon vend ti ta kisha bëu pyetjen. Ty o vëlla po më thirr në Islam. Pse do të me u bëna musliman? Ai të kallëzo. E ti dosh këto me dëshmun praktik, jo me fjalë. Qysh me hek Dembelin? Pyetje përveç që është me vend edhe e kuptueshme, është për pyetjeve më të mira që realisht i bëjmë. Qysh me flak Dembelin? Shkurtimisht, nëse e kemi parasysh synimin, ku ja kena mësy, çka po dojmë me arrit, çka po dojmë me bon jetën tonë, atëherë kjo do të na ndihmonte që me gjeneru forca vazhdimisht, mos me u lodh asnjëherë, mos me u bë përtac asnjëherë, mos me na kaplu Dembelia, po me vazhdu me punu. Po në momentin që harrojmë se sa me vlerë është ajo që po dojmë me arrit, atëherë normal që mundëm me thonë, nëse se themi me fjallë, e themi me gjuhën e gjendjes. Pse mu qunë sabah me e falë sabajnë, pse me prish gjumin, pse me elon shtratin në ngratë, pse me marrë abdes me ujtë ftaftë, pse me shku në gjami. Pse se ke kuptu qëfar vlere ka namazi i sabaht. Ose pse me shku në punë për një rogë, s'ka rëndësi sa. Se ke kuptu që me atë rogë ti jeton jetë dignitetshme, familjen tone i harun gjithashtu dignitetin, e siguron ja garanton disa gjana. Pra, motivi i lëviz motore. Po, motivi i lëviz. Vazhdojmë tutje, telefonata e radhës. Alo? Alo? Urnoni? Alo? Po? Selam aleikum. Aleikum selam. Kam një pyetje për juve, edhe kam respekt nga juve, se jeni shumë tamam edhe t'jartë, edhe t'sakt, edhe tamam të shkurtin në përgjigje. Nuk na merrni kohë shumë. Në lejnë kohë për mesi. Pyetja është thot për qabe, rreth qabes. Qabja ku është ndërtuar me vetë objekti, vetë veni ku është ndërtuar, është me 3 emra, sa unë e di. Meke, Beke, edhe Ymelkura. Ndërsa, vetë objekti, ai është me 5 emra. Mesjid e Haram, Mesjid e Akit, Kibletu, edhe një dy shpijdi, edhe mirë po, më interesant që ta emna, në bazë si mbas të cilave ajete kuranore, i kanë marë këta emna. Shumë falenderit. Çfarë ajete kuranore i marë këta emna. Ju përshëndes. Edhe ne ju përshëndesim juve. Falenderit për telefonatën. Vazhdojmë me telefonatën apo me përgjigjet? Po. Qysh do shte bojar të jemi në gjën këtë punë. Me përgjigjet vazhdojmë. Me përgjigjet. Po. Mekke, Bekke edhe Ummul Qura janë emnat e qytetit, jo të qabes. Emnat e qytetit të Mekës. Edhe të tre këta emna kanë ardhë në Kur'an. Bekke është përmend në surën Ale Imran. Tash nuk më kujtohet po menoj numri ajetit, shumë kollaj e kemi me gjetë, në kaptinën Ale Imran gjendet emri Bekke, në kaptinën El Feth gjendet emri Mekke, dhe Ummul Qura ndoshta përmendet në ma tepër si një vend në Kur'an, nëse s'm ka tradhtu memoria. Përderisa emna tjerë, El Mesjidul Haram, El Mesjidul Kebir, El Haram,
El Kabe, këto janë emnat e Qabës, vetë Qabës, dhe më thonë Qabës me xhamin për rreth, edhe faltoren për rreth. Vazhdojmë, tutje, do të lexojmë një mesazh. Thotë, është i vërtet hasedi, pasi kam shumë dembeli për punë, humbjet vullnetit e tjerë, pata shumë mirësi dhe lundroja në begati, por i ekspozova shumë para njerëzve dhe si rezultat i humba këto mirësi. Si të mbrohemi nga ziliqarët? Fillimisht pranoje që kemi prirje për dështimet tona me kërku fajtorin dikun tjetër jo të vetja. Hasedi është i vërtet, po nuk do në thot kjo se hasedi ka atë ndikim sa me të ndru ty gjendje. Kështu që pati shumë begati, po i shpërfile, do më thonë nuk u tregove mirë njohës, ndërsa ke haru se Allah i madhruar thot, le in shakartum le azidannakum, nëse falënderoni, unë do t'u ashtoj begatit. Kuptimi i kundërt i kësaj është se nëse tregoni shpërfillës edhe shpërdorues ndaj begative, ju rrezikoni edhe t'i humbisni ato dhe të mbeteni pa to. Kështu që mos e lyp gjithmonë fajtorin te hasedi dhe hasedxhiu, edhe pse këto janë realitet edhe etika islame e lyp që begatit dhe mirësit nuk është mirë t'i shpërfaqim shumë, se njerëz me gjithat e ka të atil që vetvetiu një farmire e ka një lloj zilia apo një lloj xhelozia. Mirë po menoj se te begatit e Allah ndoshta fajtori numër 1 është shpërfillja, shpërdorimi edhe mos mirënjohja. Vazhdojmë tutje. Alo? Alo, me mroma. Selam aleikum. Mroma, aleikum selam. Po ta që mja bo hoqës do pyetje. Po? Jem kone e kalum me kështu, edhe tash jam martu në gjete edhe burë shpesh ma përmend kalumen, edhe në mërzit në shumë edhe kaj, dyqysh më nuna me bo një farë që vetë vrosje, më nuna me mytë vete, dyqysh mërzit në tejper, edhe dyqysh në bisket, në kopëm që t'jashtë, me thonë shumë, bohet shumë i keq, apo kupton, një atë respektin që është i keq, po bohet qashtu. Pyetja tjetër? Kam një shoqe ka dek djali tash 7 vjetë, e ko 2 qika. E qikës zvogël t'i bjen t'lek, e kam post të hugja mi shkruhe kështu që është, e kam post të mjeku, edhe se t'i bjen t'lek kështu, se ke për qkopit është, do ta që me ngu hugjen, me ma spjegu pak qëto, edhe kam 2 vojza, e vojzën e mo dhe rej ka erë shumë shpesh, edhe rej shumë. A e kam gjyna, se me nem nuk e nem, stik për Allah kore për jetë, a mo dyqysh me rej, a kam gjyna, është 3 vjetë, edhe është një gru qëtu, është, dëse ka dik burët jenë, hanë, pinë, rënë, qëtu krejton. Qësh me dhona, i të bëj gjynohen, i të bëj së vopet, se dyqysh atë tem se kena të fora të pesa skurgjë, po dyqysh shumë gushtuna për i sonjë, se shumë o dhe imet. Vetë i ka dhe burë edhe po mërzitet shumë, edhe të ta që nuk du me mojtë bajrama, du me mojtë kurgjë, a është dhina me mojtë ditë zi. Mirë, do t'inkuadrojmë edhe telefonatën e fundit, apo nuk kemi më telefonata, jemi në fund të emisionit. Burri sot ma përmend të kaluarën, dihem shumë keq. Ju duhet të merrni vesh që të kalumen me elon mrapa shpine, edhe nëse eventualisht e keni të i kalu atë si e kalume, për që ta quhet e kalume, është mirë mos me e përmend ma. Po, që ka me thonë tjetër për të i kësaj? Vajza e shoqës, po i bjen të likë sot? Diju, ne me thonë përgjigje për këtë punë, nuk e diju në cilat punën me qenë arsyet. E rehi vajzën, 3 vjeqare. Thot, estagfirullah nuk e nemi. Dush me thonë estagfirullah që po e rej. Edhe dush me u pendu të ka lau, fuqi plot, për arsye sa ishte vladi ytë, edhe plus 3 vjeqare. Pse me e rej? Do thonë, nuk duhet, prindrit do t'jenë shumë të vëmendshëm me vlad të tyre. Nëse i rahin, do me thonë se kanë me eduku ma mirë. Kujdesem, do të për dikë, a kam sevap? Po, inshallah. Çdo vepër të mirë që e bën njeriu ka sevap për të. Faleminderit shumë. Faleminderit aty. Të dashur miq, me këtë emision takohemi inshallah nesër. Deri atëherë mirëmbëjtje dhe selam aleikum.